Si është bërë emërimi juaj si mësues definitiv në këtë shkollë? Nuk keni punë me mua. Zoti Shimaj, kur nuk ka pasur normë të lirë për lëndën biologji, kimi, si është bërë emërimi juaj? Keni qenë drejtor dhe ju e dini ligjin. As ju përgjigje. Si është bërë emërimi juaj kur nuk është shpallur vendi? Shkruaj drejtori i instancave. Keni hequr një mësuese nga bordoroja. Si mund të bëhet kjo? Ka qenë kjo një skemë për t'i zënë vendin? Të shumë me mos keni punë. Si e keni hequr nga bordoroja një mësuese një vit për t'i zënë vendin? Në këtë shkollë ka qenë gjithmonë vetëm një vend me emërim definitiv për lëndën biologjike. Keni marrë përgjigjet nga instancat përgjegjësi. Në fakt ende jo. Prandaj në drejtorinë e Departamentit të Menaxhimit të Arsimit dhe Formimit Profesional, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, mund të na japin arsye të këtij lëmshi në dëm të një mësueseje në karrierë. Takimi i parë nuk shkoi mirë dhe përveç agresivitetit të rojeve të sigurisë, nuk morëm asnjë përgjigje nga zonja Tleva Xhelaj, drejtoresha e këtij departamenti. Kështu që e provuam sërish dhe këtë herë drejtoresha ishte më e gatshme që të na përgjigjej, pasi me sa duket kishte marrë informacionin e duhur që të kishte disa argumenta më tepër në lidhje me këtë situatë. Zonja Tleva, me që dje nuk morëm një përgjigje. Si është bërë emërimi i zotit Shkëlqyer Shimaj? Më fal. Nëse ju doni një përgjigje zyrtare, bëni një kërkesë zyrtare, zgjidhja brenda anës ligjore, nëse ekziston do bëhet. Atëherë, të lutem, bëj një kërkesë zyrtare, po pra, më dëgjoj të lutem. Është neni në kodin e punës i përzumimit që do thotë, nëse një marrëdhënie nuk ka, as edhe një kontestim, për 3 vitet e para të punës, ajo marrëdhënie bëhet definitive. Pavarësisht se insistuam të na zbulonte këtë në kodin e punës, zonja Tleva vionte të interpretonte vetëm verbalisht, pa ofruar asnjë argument më tepër. Por çfarë mendojnë ekspertët? Ligji është i shkruar qartë, është i shkruar drejt, nuk mund të ketë prezumim se si jemi në proces gjyqësor. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, nëse të paktën në Republikën e Shqipërisë jetoj, e di që kam qenë deputete në parlament, kam hartuar shumë ligje, po këtë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Nëse atje në Shkodër ka dalë Republika Autonome, ndoshta ata mund bëjnë ligje të tjera që nuk varen nga ligjet tona. Më duket një përgjigje evazive, jo juridikisht korrekt, nuk është argument për të justifikuar të gjitha veprimet. Ndërkohë rikthehemi pak tek drejtoresha Tleva, se lam të na priste. Po. Por Vjosela ka qenë emëruar definitive në shkollën. Po kjo nuk ka lidhje me Vjoselën, kjo ka lidhje me individin. Po këtë po ju shpjegoj. Shkollën Dremjeta Pushat. Zonja Tleva ka pasur gjithmonë vetëm një normë për lëndën biologjik-kimi. Sepse zotëria ka qenë drejtori i shkollës dhe ka dhënë lëndë biokimie, ka dhënë për 10 orë. Sepse drejtori i shkollës në atë kohë nuk kishte normë të plotë. Në moment që drejtori i shkollës ka zbritur dhe është bërë specialist në atë periudhë, norma mosimore është ndarë midis të dyve. Ai nuk ka marrë normën e Vjoselës. Dhe procedura ligjore për momentin është dhe në ministri, dhe në ministri po diskutohet për të parë mundësia e një zgjidhje ligjore për këtë gjë. Si mundet të ndahet një normë mosimore dhe të detyrohet një mësuese të marrë module dhe orë plotësuese në një shkollë tjetër, vetëm që zoti Shimaj të vazhdonte të qëndronte në shkollën profesionale Ndremjeta sërish?